Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. S'po du me fillu se u knaqa muhabet se krejt verën kena me pas me muhabet. Qysh e ki kalu, pse si ardh, qysh e kalove të pash në Instagram, të pash në Facebook, ku qaj pas këtë kalu mirë, ku po i mirish, po qysh se kom dit. Krejt që to muhabete kanë me u bo verës. E une kom e thonë u knaqa, për shkak se do të shkoj në të gjitha eventet që Rave Production do t'i organizoj. Për me fol për eventet edhe për një djalë energjik, për një djalë të ri, për një që i thojnë Amerikanët entrepreneur, për një ndërmarrës të ri dhe të mirë, kemi thirë kush dush apo kushtrim dushin mirë se erdhe. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për një super prezentim. Të faleminderit ty për punën që po e bën. Une jom gëzu shumë fillimisht që po na kthehet Marigona, bendi Marigona në sken. Nuk po rikthehet, po vjen me një koncert shumë të mirë, por pastaj edhe për eventet të tjera të cilat janë para Marigonës, pas Marigonës, bravo për punë. Marigonën e këna vendos të gjyshtin mes, pak një nëzemje para koncertit Marigonës, pas të kene me posa disa koncertet tjera, pas Marigonës, kështë që ta marrë. Shumë mirë, po mleni pashku në lëqen mu. Tash kena me ta po si punë e darsove. Shko, hajde. Mirë, kushtrim, ti e djali ri. 35-6 vjeç. 36, nëse unë t'i kisha dhënë ma pak, po e di soj. Më trego, ke lind në Prishtinë, je djali i Prishtinës. Pse Rave Travel, Rave Production, Rave edhe një rave-ish? Rave Cashless, Rave Booking, Rave Festival. Qysh e ki ideu? Tash, ideja, unë e thonë gjithë të kisha ditë që ka po du prej fillimit për shkollës mesme, ose po për shkollës mesme, unë e kumë po vetëm paka shumë që kemi qenë në Mehmet Akif College, edhe gjithmonë jëmë konaj që këmë organizu me shku në vikendin, me shku të naj villën naj dostit, ose të naj villë dykon tjetër, ose me shku dykon jashtë naj shkop, ose Shqipnisë, ma larkë nuk jënë konë edhe kushtet edhe mundësi të puna vizave në sanë e tjera. Edhe gjithë e kumë po vetëm të organizu diçka me shoqni të shku. Edhe im konaj në klasë, në grupë, kude që e kumë pas shoqnin. A i drejt që i vogël. Pak, po nuk kumë bo shërë, ku kumë që vish me bu mirë dhe mu knash në mënyrë me shfrytëzu sa ma shumë që atë kohën e shkollës mesme ose të fakultetit cila është. Edhe gradualisht, unë thëmë gjithë të kisha ditë për fillimi se qka po du, ose event organizer, ose isha shkun qa drejtëm, nuk isha shkun diçka që kam e kry drejtëm mediave, ose qka që kom përfundu. Ti një me mediatik e kry. Po, sakt. Edhe anën tjetër, tani gradualisht të shku me një festival, qështu me shoqni, pra pak për poshtë që festivalet ose koncertet, jem pak cool, rinia, atërë pak jem kom problematike për me shku dikon shumë largë. Edhe je kumë fillu me të drejtën me një grupë në 2011-2012, nëse nuk a bëj. Ka qenë një mënyrë e organizimi parë, ku ka qenë White Sensation, u kanë me veshën bardh krejt. Me veshën bardh, më kujtohet. Edhe organizimi parë normal u bo në Amsterdam, pa u bo dyqysh worldwide në këgja krejt botën, e për herët parë ku na kishu mundësi me shku pa viza, ka qenë Istanbuli. Edhe atë ka qenë organizimi parë, ku e kumë bojt, ku një 7-8 veta, mu nuk më ka interesu me të drejtën.
me fitu ose me nxjerr, po veç apo vinë një grup njerëzve, mjau marr pare se cilët sakso bën hoteli, bileta e aeroplanit edhe bileta e eventit, edhe për me shku si që është. Gradualisht ka fillu, në qëtë mënyrë, tani ka ardhe në Bugari, kur kemi mundu mi marrë vizat si më shumë pak ma lehtë. Tani kanë qenë u orën 2013 në Ultra Europe në Split të Kroacisë për herë të parë në Europë. Kjo s'po më kujtohet, veç ajo Amsterdamit, po. Ajo ka qenë bum i madh. Po, normal ajo ka qenë bum i madh për shkak se u kon diçka mu vesh bardh, me shku me po 50.000 persona ose 50.000 njerëz me një rreth, se skena gjithmonë kanë qenë në mes të stadionit edhe krejt audienca. Krejt bardh. Krejt bardh. Në u konë eksperiencë kojgja mirë. Po anën tjetër, po du me dollë të emri krejt të kjo pjesë, se fillovan me Instagram temin personal, me Facebook temin personal, me bu packages, ticket transport ose flight ticket, 250 euro, 300 sotë që ka kushtu, po njerëzit të shkuishin të hone, dhe normal kur visha prej një koncertit ose prej një eventi tillë, i postojsha foto të albumet që në kanë ato, dhe herën tjetër të shë, hey, ku shkon herën tjetër, please, mërna, se po kina që thëna, dhe na. Edhe e vendosa për me hap një account. Se emri Rave? Rave se unë im shku shumë në festivalet të elektronikës. Të elektronikës, edhe në clubs normal edhe këto, edhe muzikë, dy qysha kum dashat pjesë shumë, edhe rave. Kur do mi pru Jean-Michel Jarre? Tash shumë shpejt, se dojnë ata një kogja një rider që qa ke boti për para, se atë normal nuk vinë edhe pa eksperiencën tonë, normal është e pa mundën, edhe dojnë pa eksperiencën, punën tonë që ata me qysh jenë të ardhë eventet një pas. Ju tash e keni Orhan pa... U myta të i thonë Orhan Pamukku, nejse Orhan Pamukku ne kom afër shtratit, po Mahmut Orhanin e keni njenin prej DJ-ave ma të njoftun ma të mirë për mu. Po, sakt, nuk ka qenë asaj e letë, normal me marë si artist, se të folë ma herët të turin botërore, se më me thonë botërore, sakt. Kur e pash Kosovën aty edhe gjithë ato, po më duket veç në aeroplan ka me ndaj? Veç në aeroplan, private jet, kështu që private jet aty kish top, ka dy private jeta, me një super ekip të madhë. Po vjen dhe një mënyrë, ka punu shumë, ka rritë shumë edhe mënyra e ati se që shpebon turin botëror, po gjithë mund qëllimi jem kështu kryesor ka qenë që me vendosë Kosovën hartë të tureve europiane ose botërore me vendosë e Kosovën. Bravo. Po du mu lidh pak ma e heret me emrin edhe me koncertës se ku do që jem shku. Flamuri shqiptare, edhe gjithmonë e kemi prezentu mënyrën ma të mirë, po edhe flamurin e Kosovës, dikush e dënë, dikush se dënë, pa marrë parasysh, në gjyra ajo, nuk po du me i në ato detaje, po gjithmonë e ku marrë edhe e ku prezentu, që edhe njerëzit ku kanë veti për cilët ven një ku më thoni Kosovës. Pse vish me pa edhe njerëzit që edhe na kena një audiencë të ever mirë, që unë kude që shkoj, kude që jep intervjisë, ose me këndo që i polio në thëmë me audiencë të Kosovës, unë nuk jepi dorën kërkujt heq. Se është audienca më e mira në botë, me atë sa kum pa, unë që jem shku në për festivalje, koncerte e vene tjera. Se është e re, është e mirë, veshën këtë bukur, e shijojnë, nuk ka probleme në dance floor, nuk ka probleme në VIP, zero. Me atë sa unë e kom organizu, edhe me atë sa shë, edhe me atë sa jem të po, na jena super mirë, me atë sa pak kemi pas mundësi për me dalë jashtë. Super publik i mirë është, veç për du me të nalë që aty është audiencë e re. Kur e kom postu une DJ-in, Mahmut Orhanin, edhe kur ja kom qu shoqeve të mija, për shoqet e mija e kom ditë që e njohin, edhe e kom ditë që do të vinë, edhe të gjitha. Por kur e kom postu, a e din ti sa veta të moshës teme më kanë pyet ku blehen biletat, tek blehen biletat, edhe me meta, thash, unë për veti e di që e ndëgjoj atë muzikë që aje... Po nuk e ke di që numëri madhi njerëz. Po nuk e kom ditë, për disa persona bile jom habit, se ndëgjojnë as i kongë gjakovare, të mira, të leta, shkojnë në për taverna, do me thonë nuk e kom ditë që janë edhe persona të festivaleve të këtilla ose të koncerteve të këtilla, i thash, a do në me shku? Qysh mos me shku, po unë e tha ndëgjoj, tha, edhe në Instagram edhe ja kom downloadu kongë të ashtu.
tepër u gëzova për shkak se do të kesh në koncert të ti, në performanca ti, do të ketë laramani of ages që i thojnë të moshave. Edhe thash shqyr zotit s'ko këna e vetë mja që jo me moshës së shkuar që shkon të Jo mu vlerëmi që kërit moshat edhe janë të shku në festivale, edhe në koncerte, edhe në rastin e eventit të Mahmut Orhan, janë të arë për këtë mosha. Dje nga ka shkru një person që amonet me arë dikush për moshës 14-15 vjetë se tranohet, ata që kam i thonë, le t'vjen me nonën e me babën. babën. Normal, me njerës të rritur, normal, që nuk është ndalu mos me arë me një person pak ma të rritur për kujdesin e një personi plus të të mëjt, po jemi të dosh me jep hapësirën se cilët me jetu pak të në eventet që mosha jo nuk e ka pas qatë mundësi për me pa eventet, se një familje nuk ka pas edhe shumë, kanë bo eventet tjera. Kanë qenë, nuk më bjen men Manu Chao, Mërshiva, kanë qenë ato krejt, po një moshe jona kom pak ma vogël edhe nuk i arrit me shiu. Po normal na po mundohemi me sjell artistat. Mirë është prap me pru Manu Chao. Po jemi të mundu edhe Mërshiva. është kërgja shumë ofër Manu Chao për me sjell shumë bukur. Në Kosovë, po ai pak me të tonë drejtën problematik. Jo problematik, po shumë kërkesa që... King of the Bongo? Sakt. King of the Bongo. Dhe jemi të qiku detaje se që mune me bua me ta. Shumë bukur. Po du me ta thonë tash edhe një gjë tjetër, që për bendin Marigona, me 18 korrik e keni, e di që si doli kjo e Mahmut Orhan, unë postova dhe Marigonën, pa tjetër, se edhe vullnetin e kom shumë mik të mirë, Marigonën e kemi ndëgju, vazhdojmë ta ndëgjojmë. Krejt kolegët e mi që i kom ma 3, do me thonë 25 vjeç, 30 që janë gazetar, që janë edhe fëmi të miqve të mi, ua, kena me shku te Marigona, kema të... Tash, opozit e kësaj të Orhanit. Unë të Orhani mendojsha që pleq nuk shkojnë, ndërsa te Marigona thosha veç mosha jonë shkon. Në të vërtet, kong të Marigonës e kom e vrejta, unë e kom ditë që i këndojnë, po e vrejta që i këndojnë edhe të rritë edhe i ndëgjojnë me andje. Edhe shumë u gëzova. Neve më vjen mirë që është të ndodhë se pungojnë muzikë mirë, me felt, po këthejmë prapë pak të kjo pjesa e vjetër. Na po mundohemi me sjell artistat pak, nuk më thonë vjetër, po pak që janë largu skenës. Edhe mja bu një koncert që e kanë meritu, tamon qysh do të mi po në skenë, qysh e kemi bu pjesën e Armen Rexhebagiqit, vitin e kalum. Kështu që normal na po mundohemi pak të fillimisht artistave tonë, tani kena me kalu të artistat tjerë cëllë. Se dyqysh pak edhe për janës tonë, na po mundohemi për artistave tonë, me fillu, me bu, pak të me pas një koncert, edhe tjerë me mjau tërgu ftesë, me thonë që këta jena na, tani vazhdojnë atë pjesën tjetër. Shumë bukur. A e keni ndërmend vetëm verës me i organizu këto, apo mendoni me, për shembull, ka artista të cilët ma nuk janë në skenë edhe artista botnor, si Gypsy Kings për shembull. Edhe Gypsy Kings me i sjell, keni me pas shumë të moshës tonë bile, të moshës time. Një detaj të dhe regoj, vitin që shkojnë 2025, e kemi pas nga 15 vjetorin e themelimit të Rave, që nga 2010 deri në 2025, normal, është ndërtu platforma, është ndërtu cashless, ndërtu kjo munde që kërkush se ka kuptu, tu ja fillu pe prend vetëmi, se që ka po bëj, që të ma kam bu që e të bu, që kjo pun, me shku me nuk e kupteshe, nuk e kupteshe. Jo, se kanë prit me punu prej 9 deri në 5. Po, e unë atë pjesë kur nuk e kom bu, as nuk menoj që ka me bu në herë prej 9 deri 5, shkoj 9, këthejna në shpinim e 12, nuk e kam problem asorën, as me sjell diçka të re. Kështu që pjesën tjetër të qështë a ke me pas koncerte gjatë këtë vitit, po vjetë e kemi pas, duke fillu pe i Gjerikos për pavarësinë e Kosovës e kemi bo koncerte në salën e Kuqe, kemi sjellë Saziso, një band nga Shqipëria, ka qenë super mirë që tash po du më lidh me ato që the gjenerata, komprit që gjenerata pak ma e vjetër ka me ndëgju, po me të thonë drejten,
që ato veç gjenerat vjetër nuk pat kanë veç gjenerat e re. Edhe ke diçka shumë befasuese për neve që, okej, janë të artista që nashta nuk i njeh shumë, po kur pja u bojnë promovimin edhe mënyrën po i vendosim pak ma shumë promovim, ato suksesi nuk po mungan edhe biletat po shiten super shpejt. Kështu që kanë qenë këto gjatë koncertet të Armen Rexhebagi që erdhe në Korrek, kemi bu Yosuke Yamatsune, artist japonez që i thaj ketë rekordin në Boiler Room, kemi posa mundësim për me vendosë edhe Kosovën në hartë turit evropian, edhe pse ka pos shumë ndalesa për Serbisë, pse ka qenë mas Serbisë ka orë të na dhe gjithmonë më mundu me bloku atë pjesë, po prapja kemi dalë, që hej pse të dy shtete, një shtetë të anek ne, po ato menaxhmentit se ka... Sidomos Japonia që e ka pranu. Sakte edhe e ka prit, e ka supportu ambasada japoneze, që ka orë tepër mirë edhe e ka taku ambasadori japonez, e ka thirrë edhe e ka taku edhe e ka orë tepër mirë. Ka po pritje tepër mirë. Plus kemi pas Sven Veth, një super artist që e muzikës elektronike që njihet në mënyrë baba i muzikës techno që dojnë, edhe ai ka qenë për herë parë në Kosovë, edhe u pasionu me energjinë, me njerëzit, me takimet, me kejt, me lokacione, se i kemi bërë 2 location të Pallati i Rinisë, kështu që jemi mundu çdo hapësirë me shfrytzu gjatë kejt vitit. Shumë bukur. Plus mos e harroj edhe një sen, dhe enarat i kemi sjell pas 25 viteve në koncert për... Kush o ma i forti? Po, kush o ma i forti, e kemi sjell në 9 orë gjatë javës së konferencës që bojnë Prishtina Music Week çdo vit për vitin e 5 i bjen që kemi bërë. Kështu që kemi pas këto koncerte këtë vitin që shkoj edhe po mundohemi këta tonë pastaj pjesën tjetër që thash. Tregom çysh po mundesh me menaxhu gjithë ato rave production, rave travel, rave booking, rave. Po, tash të regoj, unë e kam fotën me thonë drejtin që djelza njëkohësisht është edhe partnerja jam, edhe gruaja jam, edhe Dora e djathtë e majt edhe krejt që i menaxhon tepër mirë, edhe kemi një staf kogja të mirë, duke fillu prej fjollës, uratës, amrës, valit, blerimit, artet, nuk për arret dikën tjetër se ka shumë lëndinës, kështu që unë du me falendëru krejt ata të stafit, cëllë për e mërë nuk lodhen kur. Edhe kur nuk i njën të panku, kur nuk i njën veç kur vjen puna e vendit se cëllë e bën atë pjesën e vetë edhe menaxhimin e krejt kësaj e bën krejt kjo ekip. Kështu që për mu ka ne veç ku ja u gjuj. Edhe i ke anën tjetër se me marë projektin tjetër. Ama, di që i bjen kësaj pune. I bjen, me thonë, I love what I do, se edhe knaqen, se e din çka kanë me ndëgju, e din çka kanë, që mas gjitha asaj pune ka me ardhë një natë ku kanë mu knaq, edhe plus normalisht fitohet, normalisht krijohet, rritet emri, rritet brendi, me rritjen e brendit rritet edhe personi, kështu që ajo Fjolla, djelza dhe të gjitha ato vajza, ata djemë të ri, krijojnë përvojë, krijojnë emër, krijojnë një, të themi kështu, një aur të rinjve që janë të gatshëm me pushtu botën edhe me evente, për shembull me, jo vetëm në Kosovë me i organizu, po mund të i organizoni edhe në Shqipëri, edhe në vende tjera. Tash një detaj për du me ta të regu, djelza normale e ka atë pjesën kogja ma të ronë, nështë ta muj me thonë për ketë neve se do të me menu qysh mi promovu, me menu qysh me kriju content, me menu qysh me bo diçka të mirë që me vendos të publiku edhe të audiencat cilat do të me usell normal. Edhe me promovu artistat edhe nëse kur gjoj heq s'kam promo, ose po ka edhe për asoj pjesës që nuk kanë shumë video, nuk kanë shumë foto, ka i nëzirë, ka i qëtë, ka i mërë, nuk e di, veç që unë jam super proud për të edhe du me falendëru jashtë mase për punën që... Kush ma ka qumu për herë të parë? Rave Production ma dërgoj marigonën me postu. Muj me thonë që në ashtë djelza. Djelza.
Po që djelza se për ndryshme mos të kishe qenë ti, unë sot Që nuk e ke ndërvis. Po, unë sot se kisha ta kush. Edhe një detaj tjetër është kolegë që i kemi, jënë krejt fjolla për shembull, fjolla në 2014-15 u ardhë gjithmonë e para në janar. I ka bler ka 10-15 bileta për koncert, për evente që ka ndodhur në Ohër. Edhe ai u kon thjesht një kliente e jona. Edhe dyqysh e kum pas gjithmonë që u kon i ka bu bashkëshni si puna që ta tregova unë më herët. Ai bëj shoqërinë e vet, me shku me në festivale, gjithmonë e kum pa që është pak më tepër organizator. Si unë që pi shoqet e mi. Sakt. Se po gjithmonë i rrethu me këta persona, edhe fjolla është njëra prej parave që edhe normale kemi afruar në kep edhe sot është tash i bën 6 vjet 7 me neve. Edhe këtë ekipa është më me thon drejtën 6-7 vjet secili. Shiko ato në rave. Fort bukur. Pas Marigonës këna kemi? Pas Marigonës po mendona Manuçan. Tash po thon për herë të parë të ju, por nuk e di. Ekskluzive kemi Manuçan. Nuk e dim. Po mbajmë më të veç. Po, kështu që jemi 50-50, edhe ato të shohim se çka. Për kur po mendoni me sjell? Besoj që edhe ajo ka me qenë korrekt ose ngushtë. Ku doni me mlon bashku në Olqen? Jo, ja me shku në Olqen e më kthy. Ofër ja. Ofër s'ki nevojë për shkuar. E pas Manuçao se ju tash nuk ndaleni. Pas Manuçao si kemi edhe koncertet, janë normal që është jemi në aportove të Sunny Hillit, të Kufestit, jemi të Anibarit, jemi kaq të koncerteve, po më të festivaleve që bëhen në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Dyqysh jemi në një mënyrë platforma e parë për shitjen e biletave online dhe normal që këtë dyqysh na mundohemi me bo selling sa më të mirë për secilin festival, pa marrë parasysh është e jona. Do me thonë ju i shitni biletat edhe për Sunny Hill, edhe për festivalet tjera. Na jena partner zyrtar në mënyrë të Sunny Hillit, që nga dita e parë në 2016. Po, nejse, unë kur s'kom ble bileta se unë i marrë bileta. Mu dugi gjithë mi qatë 2 bileta. E përshëndesim Dugin. Një mpuq për Dugin edhe për Duan, edhe Anisën, mos të harroj edhe Anisën. Mirë. Dokufestit, Sunny Hillit, Anibarit, Chopin Piano Fest, janë do festivalit tjetë ku s'po mbinë ma isha shkop shumë bukur. Do me thonë ju i shqit një tash biletat edhe për këtë Puzzle Saj. Filharmoninë e Kosovës, operën, kur ka raste me bashkëpunime. Kështu që kemi non-stop. Me inë rave... Djelza 2 herë duhet me ta bo në vërtet. Se tash une nuk shtyhna aty online me ashtëve që ja bëj kushës, kush ndami 2 bileta, t'ja pare t'kesh. Edhe është me u kyç që kërdo që interesohet me ble bilet ose me shiku se qka bojmë, mundë me u kyç në rave.travel.com ose rave.production.com, isha Kate Services. I keni në Ivona, dashuria jeme, qitu let shihen, edhe let... Për krejt, për këtë ata që adojnë me interesu se qka bojmë na, normal na, përveç që organizojmë koncertet tona, organizojmë koncertet e pjesës tjetër, normal që kemi bashkëpunën shumë me Jona Sopin, me Sosen këtë rast, kemi shumë bashkëpunim me AMC Corporation, kemi shumë bashkëpunim me Hardfestin, kështu që kemi këtë bashkëpunim se qka dhe që ndodhë në për Kosovë, dy që jemi partë vetë, edhe mundohemi me jepat maksimumin tonë për me dojnë një event, koncert, që ato që është njërën më të mirë. Përveç asaj, normal na organizojmë edhe Prishtina Music Week, që fillon me 1 nëntor deri me 7 nëntor, ku ato kemi vendosim gjithmonë një plan program ko e gjatë mirë, të muzikës jazz, të muzikës hip-hop, që shka qenë në arat vitin e kalum, edhe pjesën përmbyllëse të javës së konferencës është elektronika. Po në bazë të asaj kemi edhe panele, diskutime me artist njohur, me artist tonë, me këtë pjesën që paktën mi tregu hallet tona, qa munda me vendosë, ku munda, qka janë problemet tona që neve na donë si organizator, si artista, si pjesë të organizimeve ndryshme, kështu që kjo është pak a shumë. A kush? A përshë që sa mirë që kjo ardhë në emision, se unë gjysën e seneve si kom ditë. A përshë që i dhe të. Unë kom hynë në Instagram, e kom këshyrë, rave travel pishet biletat, okej, fajn, qaq.
Po, është me Rave production, okay, fine. Por nuk I kom ditë të gjitha këto gjanat që po I ashtu se fundit sot është dita qa që ngarkume me informacione, sa që veç për jabën skip kështu në Instagram track, ani kur për del na I reklam për jabën edhe asoj, adin, edhe nuk I paskëm ditë që ju I organizoni gjithë të gjëra, por edhe që I rini mbrapa si një suport shumë I fuqishëm festivaleve që po organizohen në normal, se është mënyra se para se marrë kjo fryma e festivaleve, koncerteve, eventeve, konferencave në Kosovë, na kemi bu shitjen për koncertet të festivalet në Shkop, as Shqipnia nuk ka pas në atë kohë shumë, kemi shit shumë bileta për grupin Metallica ose koncertet big që ka ndodhur në Europë, po gjithmonë jemi mundu edhe atëherë u kon pak ma vështirë për punën e vizave, edhe atë pjesë jemi mundu, mja u kry, mi bo rezervime 100 sene tjera, po prapë kur me thonë drejtën nuk jemi ndërzu në atë pikë, që me thonë, hej, adin qka s'po shkan, s'po hejt, kur që po gjithmonë e kemi menuat pjesën e pozitive. Jashtë, po. Që më pëlqen, për shembull. A moj me të kontaktu? Po, sakt. Edhe me thonë, siguromi me pjetje, me qëndrim me... Ta që kemi Kanye West në Istanbul, që është një super ofertë top. Bilet koncertit, flight ticket edhe hoteli është dikun 400-500 euro. Për më shku me po një koncert si të Kanye West edhe kejtë e kina po në social media se që ashtë ndodhë, që fa skene, e vesh me po ku gjus tjetër. Do me thonë ju mundani me I siguru. Na e bojmë, na kemi bo realisht qëtë pjesë fillimisht. Se këtu nuk është që ka pasëm përveç do kupesi që ka qenë, ja. Bravo, po qashtu ke fillu, do me thonë, ty organizu edhe ty... Edhe jemi mundu shumë me sjellë risi, anën tjetër që ka kemi pa pjesën e koncerteve jashtë, në gjithmonë një familje kom vjedh, diqka kur jem shku me një festival, për shembull Tomorrowland, është fakt, me thonë është atë festivali për I matë mirë në botë që potencojmë, ju mundu me kështu se që ka bojnë ata, okej, në ditë shpesoj që kam u bo diçka dhe në venin temë që na me jep supportin maksimum. Jo me mendu në Kosovë s'ka kohë po qona edhe më të shka jashtë. Se kum pasat pjesë këtë problem. A jeni mundu me u lidh për shembull është edhe ky festivali tash në maj që po mahet në New York po m'duket, në Albanian? Po, New York e poshtë diçka. Jo, unë veç më ka galu që si që ajo reklama jote shpejt. Edhe këm po që është diçka. Po me Alba Fest në Zvicër, po kemi bashkë. Po, me Arin. Edhe përshëndesim Arin, një mpoq Arit. Arti Qelen. Arti Qelen, po. Nejse, na të rasim kështu pak ma. Po, artin, po, na kemi kërgja bashkë në a din që shtojnë, nuk është për rëndësi sa pari e kinë bankë. Është për rëndësi, how many connections do you have? Sa lidhje ki. Unë e të qesë në kontakt me Valon Duken, të Albanian Night në New York. Kështu që lidhuni, mund të bashkëpunoni, për shkak se do t'jetë një festival vërtet shumë Mu merë shumë I që e poshe edhe ka shumë shqiptarë në shumicën e shokëve I kam në New York edhe e poshe diçka është këgja mirë të ndodhë dhe shqiptarë që Por edhe prej këtu mundeni me ashtu ata që kanë viza natyrisht. Janë dhezë dhe vizat nuk është që diçka shumë problematike nëse veç I ki dokumentat në rregull besha që nuk po ki problem as edhe një pikë. Për shohin tash që nuk është ajo mënyra që o me shku me met, nuk është mo. Nashta shumë është një numër I vogël, po... Po edhe s'mundën fort me met, po nejse. Sakt, po qyshe kanë menu ma heret, nuk është. Po më vjen mirë që jënë jemi të ecë si shqiptarë, po në një zone kudo edhe që kjo bone edhe paka shumë e pjanës. Edhe kur e mendon që kryesisht artistat po e bojnë këtë sem? Artistat, është fjallë artistat, se të ke fundet edhe artistat e kanë një ekip këtë gjatë mirë mbrapa që është... Se më falë edhe ty po të shti në artista, se art është me kriju një trup të tillë I cili mund ta paramendoj me ti kriju të gjitha parametrat që ti mos mu lodh me shku të vendi, mu knaq, mu këthy, pa therën kom. Se ka njerë, ku e pas në rezervu hotelin shumë largë vendit? Po, vërtet. Ku e pas në rezervu me charter, po vonohet charteri? Të me thonë... është diçka që në ekip gjithmonë jemi shku në vende tilla, për shembull Milano ose kudo që, edhe gjithmonë I kemi 2-3 hotele ku
njerëzit shkojnë shumë lehtë me një stacion trenit ose me një taksi, ose është shumë afër lokacioni ku ka mu bo koncerti, po ke detajet ja tregojmë, edhe normal kur ktheje një 200 falënderime, kështu që i shohim store, kështu që ajo është suksesi më i madh. Po, absolutisht. Kur e shohim në audiencën tonë ose klientët tonë që për ne ajo duk kënaqë dhe me njëherë bojnë rezervimin tjetër, ku ka ndodhur për shembull për Bad Bunny pjesën tjetër që u bë në Barcelonë shumë buje e madhe, edhe ato kemi pas një numër të madh njerëz që kanë shkuar në maj. Shumë bukur. Tash, këtu po e ndalim pak miq të nderuar, për shkak se unë gjithë këtë muhabet e bëm, nuk e dham dokumentarin për vetë kushtrim dushin edhe për rave production, rave travel, rave everything. Në një kohë kur industria e eventeve në Kosovë ishte pothuajse inekzistente dhe koncertet ndërkombëtare mbeteshin një luks i rrallë, një histori e pazakontë po merrte formë, pa modele, pa strukturë, por me një vizion të qartë të kushtrim dushit. I rritur në një familje të përkushtuar me mbështetje të vazhdueshme nga prindrit dhe motra e vëllai, ai ndërtoi që herët një bazë të fortë që do ta shoqëronte në çdo hap të rrugtimit të tij. Në një realitet ku ky profesion ishte pothuajse i panjohur, familja mbeti shtylla kryesore që i dha besim për të vazhduar përpara. Në moshën 19 vjeçare, një moment vendimtar ndryshoi gjithçka. Përvoja me DJ-in ndërkombëtar Tiesto nuk ishte thjesht një event, por një pikë kthese që hapi një horizont të ri, një kontakt i drejtpërdrejt me industrinë globale dhe standardet që mungonin në vend. Kjo përvojë u pasua nga një periudhë eksplorimi dhe rritjeje, udhëtime të vazhdueshme, pjesëmarrje në festivale prestigjioze dhe përvetësim i modeleve më të avancuara të organizimit. Por ajo që e veçoi këtë rrugtim ishte kthimi i këtyre përvojave në Kosovë, në ide konkrete, në standarde të reja dhe në një vizion që filloi të marrë formë. Fillimet nuk ishin të lehta, mungesa e infrastrukturës, sfidat në sigurimin e artistëve ndërkombëtar dhe ndërtimi i besimit me publikun e bën çdo event një provë të vërtetë. Megjithatë, përmes këtyre sfidave u ndërtua diçka më e madhe se vetë eventet, një industri në zhvillim. Ky vizion mori formë konkrete me krijimin e Rave, fillimisht një iniciativë për organizimin e eventeve e më pas si një platformë që transformoi mënyrën e funksionimit të tregut. Një ndër risitë kryesore ishte implementimi i një sistemi të organizuar të shitjes së biletave, duke e bërë procesin më të thjeshtë, transparent dhe të aksesueshëm për publikun në Kosovë dhe Shqipëri. Rrjeti i bashkëpunimeve u zgjerua shpejt, duke kaluar nga përvoja individuale në partneritete me emra të njohur të industrisë si Tomorrowland, Ultra Europe, Sunny Hill Festival, DokuFest, Prefest, Avalon Production dhe shumë organizatorë të tjerë në rajon. Në këtë rrugtim, një rol kyç luan edhe partnerja e tij në jetë dhe në punë, Djellza. Së bashku ata ndërtuan një strukturë të plotë përmes Rave Production, Rave Travel, Rave Booking, Rave Festival dhe Prishtina Music Conference, një ekosistem që sot mbulon çdo hallk të industrisë së eventeve. Një element thelbësor i këtij suksesi mbetet ekipi, një grup profesionistësh i ndërtuar ndër vite, që vazhdon të rritet, të adaptohet dhe të ruajë energjinë dhe standardin e ditëve të para. Sot, industria është më e zhvilluar, mundësitë janë më të mëdha dhe ajo që dikur dukej e paarritshme është bërë realitet për shumë të rinj. Por mbi të gjitha, kjo histori nuk është vetëm për eventet apo emrat e mëdhenj në skenë, është për hapjen e rrugëve të reja. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për qasje në evente dhe festivale në mbar botën, nga skenat lokale në Kosovë, Shqipëri e Maqedoni, deri te përvojat më të mëdha ndërkombëtare, kushtrim, dushin dhe rave, të gjithë e kanë në majët gjuhës. E pam dokumentarin me që të nderuar, ndërsa tani, radha është, s'po di jam janë nis me SMS pazarar, me 5 pyetjet në kavanoza, apo derisa t'ja qojën e mesazhin kushës, kush trim dushit, kush dushit, ju miq të nderuar ndiqeni recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot e kam një recept të ri shumë të lehtë dhe shumë të mirë. Po mundohem me gjetë disa me recepta të cilat janë me
produkte jo shumë të kushtueshme për arsye se po e dini edhe vetë me çmimet të larta, mizi po dalim skajt. Prandaj sot do zgjedha një recept ku është pak e kushtueshme, shumë e shijshme dhe shumë e shpejt me u gatu. Për to ju nevojiten vetëm shpageta ose makarona, një pastë që dëshironi, pudha të freskëta ose të konservuara, vaj ulliri, ju kisha preferu vajin e shkrelës, salcën Green Garden Food, është një salcë jashtëzakonisht e mirë dhe ka produkte të gjitha tjera, të cilat mundeni për shembull që sot të shpageta që i gatujmë, mundeni keni turshi të ndryshme, prej feferonave, specave, ajvarave, turshi jashtëzakonisht e mira dhe të shijshme që s'keni nevojë mu lodh me bo sallata diçka. Dhe kur gjë tjetër. Prandaj po fillojmë. Uji ka vlu, i shtojmë pak krep, e së dani mundeni me shtu pak vaj ulliri, pse jo, dhe i bëni shpagetat. Dhe tani derisa të zihen shpagetat, ne përgatisim salcën. Fillimisht purdhat, për me qenë ashtu ma të skuqura, nuk i boni me vaj, por i boni kështu vetëm në fortere dhe i leni pak derisa të skuq. I leni pak krep. Dhe tash po e vreni, uji pothuajse është avullu krejt dhe tash i loni vetëm pak me u skuq. E largoni pak prej shporetit, pak me u hjek ajo temperatura e lartë për të njashtu vajin ullirit. Tash jashtoni 2 thelbi hudër. Purdha, hudra, vaj ulliri, shkrela, po mbyllimeni që nuk keni mundësi me shiju këtë aromë kaq të bukur, kaq të mirë. Por provoni dhe do të bindeni edhe vetë. Dhe tash pasi janë skuq mirë purdhat me hudrën, ja shtojmë salcën e domates Green Garden Food, jashtëzakonisht të shijshme. Salcën e domates këtë rast, unë nuk i qes shumë, do me thonë për afërsisht dikun sa me a jep një ngjyrë, jo shumë. E meni pak ujë nga makaronat që jënë zi, dhe ja shtoni salcës. Edhe këto zihen pak shtu. I shtoni pak piper, të zi, edhe shumë pak krep, dhe i shtoni pak borzilok. Unë këtu e kom përzi pak borzilok, pak oregano, dhe dyjat i përzini mirë dhe ja shtoni. Dhe këto tash e leni diku për një 5 deri në 7 minuta, kështu me uzi vetë. Ku të veni që e vreni që poshtë, kur ja boni kështu me lukë, shit fundi i tiganit, atëherë mundën e me i këty shpaget. Dhe ja keni një drekë shumë të mirë. Kjo recept zakonisht e preferoj shpesh herë në shtëpinë time për arsye se nga një herë kur nuk di çfarë më bë për drekë dhe tash ti mundeni me kombinu. Për shembull, vend purdhave mundeni me qit brokolli, lule lakër ose misht thakë, nëse keni, çka do që të keni, domethënë vetëm sa pak me ja jep një shije ma ndrysh salcës dhe shpageta. Domethënë është një recept praktike që të ngop mirë, nuk kushton shumë dhe faktikisht e kombinoni me të gjitha ato që i keni në frigorifer apo në shtëpi. I shtoni pak parmezan për mi. Me letrën bora e pshini anash kjo që mu duk bukur. Dhe sot nga une keni një recept jashtëzakonisht të shijshme të mirë. Shikus të nderuar me këtë pjatë e bukur, unë ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mirë. Miqtë të nderuar, derisa ju e përcollët recetën e Olës, unë i a dërgova SMS-in pazarar kushës, kusha e ka dërguar te miqtë e vetë, te kolegët e vetë, te ekipi vetë, ndërsa në këto qaste do doja vetëm shkurt të flasim pak për kushtrimin. Kushtrimi djali Prishtinës, i lindur në vitet 80-ta. 1990. Po, se 36 vjeç. 1990.
Fëmiria jote në Prishtinë, si ka qenë? Me thonë drejtën ka qenë, si di, u merë mallë shumë, me thonë drejtën, se u merë mallë për ato lojnat, ato që kena lu para mahallës, dyqysh jena disa pjesë hala në na i thojna mahallë. Po, se që e natyrisht. dyqysh tamon është ka qenë një pjesë. Në cilën pjesë Prishtinës jenë? Te rrugës Rekës që i kanë thonë, Nej, po, te anës Medrezës. po. Që Atje shitet një mill shumë i mirë. Nuk e di, veç e di që pandeminë, kur jemi dalë më ngjas, mo nuk kemi thyr deri vonë, ne kemi pas një shtëpi gjithmonë edhe të shumë te braha, janë kanë të qenë të vogël, jemi shku, jemi kujdes, kemi lu futboll në stop. Se di, u kanë shumë u merë malli tepër shumë. Sa fëmijë keni qenë në familje? Na jemi 3, dhe vllau, motra one. Po, Vllau dhe motra lidhen me rejv, hiqa jo? vllau po, motra jo. Motra në 2011 u shku në Gjenevë, po tash këtë vetë jenë këthy kështu përfundimisht me permanent, me- ose? Po, edhe më ka orë tepër mirë se gjithmonë të shku, të mërzitu. E ka pas që këtu për në me jeta të ecë tepër mirë, edhe punë të ecë super mirë, edhe fëmijët i kanë regjistru në shkollë franceze, janë dyshim të e bo një jetë tepër të mirë, edhe paka shumë është pak... Shumë bukur. Edhe se gjithmonë ajo ndomja e shko, hajde... Gjithmonë, po. është pak e ronë, sidomos për prind, sidomos për nonën, edhe u kom pak që kjo pjesë, po tash jemi kogja mirë, vllau normal është kogja pjesë e rëndësishme në rave, në festival, në koncerte, ku e ka një Çu ka një vllau? pjesë blerim dushe. Okej, vler dush. Vlerdush, kështu që vlerimi ka një pjesë kogja të rëndësishme në rave dhe ku vjen puna logjistikës edhe pjesës tjetër, për shkak se pa njerëzit e tu është e pamundën pak Absolutisht. me vazhdu edhe me besu edhe me funksionu në koncertet ndoja dhe eventet ndoja. Kështu që unë ju me fatë me thonë drejtën çfarë rrethi kam. Normal janë pjesa tjetër e familjes, se cili na kam pushtet, na ndihmon. Mundohemi me ja këty 200% me kanë me një nivel këtë njëjtë për me vazhdu këtë për para, me arrit bashkë për para. Rinia, për pos eventeve, se folëm për eventeve. Po, Rinia, rinia a ke qenë zonë si mirë? zonë si mirë, po maj mirë jo. I mesatar edhe kur nuk... Mesi i artë, Po, pojnë. sakt, edhe mu nuk më ka bu kur përshtypje o pe marrë peshe, o mu të ranub, e ku marrë 4, e ku marrë 3, unë jem kom fajn me qatë sen që e kom dit, ku nuk e kom bu problematike, pak normale të pjesa e prindve ju munu, pak me pështjelë, me s'me pështjelë, po normal që u kom pjesë e ronë për shkak se shkollën e mesme, pe shkollës klasës 7, nëse nuk ka bëj, më shku në kollegj turk me Metakif, pasaj kom vazhdu fakultetin e AOK, po normal është edhe pjesa prindve, na po paguin, po edhe ti të është mija pak zërë. Absolutisht. Po normal, Pastaj si student? si student jam konë super i mirë, po tash ato pak jam shku on and off për shkak të rejvit. Rejvit, po mirë më trego. Po, Ke studiu mediat. po. Pse mediat? Së me thonë drejtën, nuk është që ka pas shumë zgjidhje dhe nuk është që ka pas shumë menime atëhere që ti me shku një event management, edhe pse unë e alo e vuja të pjesë që si më shku në qatë pjesë, po Kur kur nuk o gjë vonë? nuk o vonë, unë e veç që ja kom fillu disa detajeve që unë e kam mi përfundu, edhe jam të shku me thonë drejtën super mirë, po cilat realisht kanë erë thëmë edhe eksperienca është këgja ma e mirë se Shumë e mirë është eksperienca, përvoja, përvoja edhe është- gabimet që i bën gjatë përvojës Sakt. tonë dhe personale janë shumë më të fuqishme se sa diçka që mëson Sakt, prej edhe dyqysh sa të librit. mëso, pa e provu, pa e përjetu, unë nuk thëmë kur gjë që është mjaftueshëm. Kështu që të dyjat janë, një më konë atë pjesën shumë i mirë, pjesën e organizimit, po pjesën e rejve, kur jë më konë gjatë fakultetit, pak jë më halit në atë aspektin që kom shku, kom udhëtu, unë mësoj shamin me thonë drejtën, edhe prindemi kur s'kan hezitu për me jep, Me so, investu du me ty, shku po. me një festival, po që edhe po du me shku me një koncert, po që shko, edhe ka pos raste kur edhe shoqënisja ku më bo, hej, hajde për shkoj, jo, s'moj, ja, bab qante, vetë, po, ma e mira që ku më bo qatë pjesë vetë, që që dhe edhe ma herët që, unë e kom kriju shumë connection në worldwide.
kryesisht në Që është Europë. me nësi. Berlin, Amsterdam, në komjutu tani ne me një pjesë, me një kohë, një 3 vjetë Berlin, Stuttgart, Mannheim, ku ato në connection më të mëdha që i kom kriju, ku sot e atë ditë, unë funksionoj me ata njerëz, dhe punoj me ata njerëz, unë i kom njëftu nështë në dance floors, në backstage, në pjesën tjetër, ku tash në festival kem para 2 javë në Mannheim, në Time Warp, ku unë ku shkoj ato një familje me thonë drejtë e Nina, ko gjatë misin shpe, edhe artistat që i takoj, pjesën që i takoj, kiti kom fëtu në Kosovë për me performu, edhe dyqysh është një farë like connection që unë gjdo vetë shkoj, edhe është dyqysh ndjem pak ma dyshe. Me njerëz që i kom taku në evente festivale, unë e punoj, ja është dikush një menagjeri një artistit, si për shembull të Mama Tërhanit, ose në Svenvet, ose diçka tillë, kështu që po punoj me ata njerëz, dhe kur gjë kërkun Më trego kur ti bën 60 vjet, a ki me punu halon këtë? Unë me thonë drejtën, halo kom që me jep, dhe halo dysh kom shumë sene më brenda që du me jep, që du me kriju, që du me promovu, dhe gjithmonë që unë me një ide këtë tjetër, djelëza shumë shpesh ma bon nalu. Praktikisht je krijues. Po, sakte, edhe djelëza të nalu se na mytë, qysh lodhe, qysh po se di, është pjesë e jetës. Adrenalina dhe puna që e don, nuk o punë, është mënyrë jetesës, po, sakte. Po, është diçka që nashta të njëtë nuk më dosht, edhe për dirisa unë më ka ofru që kjo mundësi edhe në ofru më venin tem që nuk jem larg familjes, nuk jem larg shoqënisë, nuk jem larg njerëzve të afërt, unë dyqysh që ajo është jenë venin tënë kur dënë me dalë me pi kafe. Del, pin kafe. Edhe vetë me doli bën një 10 veta që ato ishe dhe i satullisht e tavolina jote kemi full një 10 veta. Që kjo është e mira e Prishtinës, e Kosovës, që prapë unë nuk e ndroj me asë një vend, po të së të Shumë bukur. Miqtë të nderuar, në këto qaste ne ndjekim recetën fantastike të rudinetës, të loçkës, rudit, që është mbëlsirë vetë, të cilën recet Rudi e pregadit në Rudi's Cake Factory. Përshëndetje miq të dashur. Po besoj që shumë shpesh keni pyet se çysh çto tortë të mbulohen me çokoladë e nuk e keni ditë recetën se si bëhet çaja glazur. Sot në muaj gjus me gjerin e diel ditë pushimi, pse mos me provu? Kështu që unë do t'jam se recetën se si ta përgatisim glazurën e çokoladës së zezë. Krejt çka na duhet është jena se patos puj me punu, çokolada e zezë. Për gramazh të saktë, na ndeshni në YouTube, në kanalin tonë, në muaj të gjuhës me gjerin. E kemi sasinë e panës, gjysmën do ta vendosim tani dhe gjysmën do t'ja shtojmë pasi që të shkrihet çokolada me panën. Këto po e vendosim në mikrovalë. Nëse nuk e përdorni mikrovalën, ju mundeni me shkri çokoladën me pana në banjëri. E vendosni një tenxhere me ujë dhe sipër saj një enë të metal derisa të shkrihet çokolada. Pastaj kemi me ja vendos panën e mbetur si dhe zhelatinën neutrale. Çka është zhelatina neutrale? Zhelatinën neutrale nuk mundeni me gjetë nëpër markete apo supermarkete. Këto doni patjetër me siguru në dyqane ku shesin produkte të pasticqerisë që në Kosovë ka mjaftueshëm shumë. Mundeni me gjetë gjithkohë. Deri vonë ka pas edhe nëpër markete, mirë po, kohën e fundit nuk është që kum pa. Domethënë, po e vrini çush është si jelly, që ta marrë një lukë që me pa dhe ju pa ta mirë. Nuk është zhelatin pluhur dhe nuk është zhelatina e frutave të cilën mundeni me siguru në markete. Domethënë, është çështo e gatshme vjen. Kjo jep një shkëlqim glazurës, tash keni me pa krejt procesin. Unë e tortën e kom të gatshme, është trio me 3 lloje të çokoladës, që është me mousse cream, është me proces të ngrirjes. Do me thonë, tortët që lyhen me glazur, preferohen që të jenë të ngrira fillimisht dhe pastaj t'ua vendosim glazurën përsipër, si dhe dekorin nuk vendos dreza të arta,
që t'japim një dekor të thjesht edhe me pa të jo se sa lehtë është me dekoru një ëmbëlsirë. Po presim derisa të na shkrihet glazura me çokoladën të cilën e kemi vendosur në mikrovalë. Unë për momentin i kam vendosur 2 minuta e gjys, na kanë mbet edhe 55 sekonda. Të shohim apo na duhet me shtu minutazhin apo është shkrim aq. Ta qelim derën një herë të shohim. Jo, na vjen ende. Si dhe për të përgatitur glazurën, blenderi dorës. Na duhet patjetër, pa blender nuk mundet me u bë glazura. Tu shku tu i numru minutazhat 20, 19, 18 si më pon loj. Jo. Kështu që veç edhe pak të shohim, po më duket që është e gatshme. Po besoj që po. Do e provoj me blender. Ky blenderi po. Zakonisht kur nuk shlyhet çokolada, i ndëgjoni janë si grimca të orrave që mbesin në blender e vrini edhe vet. Ja shtojmë edhe pjesën e panës. Si dhe tani kemi me shtu pjesën e zhelatinës, është më isha me majtën edhe blenderin edhe gotën jemi shumë mirë që shtu. Për gramazh sakt, si që thash edhe më herët, na ndiqni në YouTube, ma e gjuhës me gjerin. Mundohemi që të eliminojmë të gjitha fluskat e ajrit, të cilat janë glazur. E largojmë blenderin, po e vendosim në këtë njërën tjetër. Dhe po e vendosim në bokall. Në mënyrë që me hy tortën ma lehtë. Unë kom përgatitur sasi më të madhe, pasi që e përdori pastaj për me i dekoru ëmbëlsirat këtu në pasqyrin Rudis Cake, mirë po tani po e dekorojmë vetëm këtë lloj të ëmbëlsirës. E lojmë që të kullohet pak. E vendosim në diskon e shtas. Këtu e kam çokoladën të cilën e kom bu në rinde, kom ja vendos në pjesën poshtë të tortës. Mundeni me përgatitur edhe dekore të ndryshme të çokoladës. Mirë po, unë e preferoj që t'i vendosi në pjesën poshtë të ëmbëlsirës troshat apo grimcat çokoladën në rinde. Dhe tani një dekor të lehtë të frutave. Unë kom qef me lon edhe bishtin e dredhës për arsye se i jep ngjyrë. Marrim dhe një dredhë të lartë. Dhe janë të dashur. Një ëmbëlsirë shumë e lehtë. Po thamë e lehtë, se kur të provoni është shpejt, dini është e lehtë, është e vështirë, mirë po mënyra e glazurës se si përgatitet nuk ka metodë më të lehtë. Mos e lëni pa e provu, deri të diellën ashme, mirëmbëjtje. Kushtrim, unë e ta kom dërgu SMS-in, tash më trego, atë ka ardhë ndonjë SMS, mos e lexo, po vetëm trego atë ka ardhë. Unë e kom dërgu në grup, Po? copy-paste, për shkak se tash nuk e... Tash ka shkru djelza, ka shkru fjolla edhe urata. Unë do t'a lexoj se çka përmban SMS-i i kushtrimit, ndërsa pastaj i shohim edhe SMS-at e ekipit të kushtrimit. Është i qes që to syzat e bukra të optikës Simoni, po më kanë hije dhe qysh po më rrenë shumë bukur. Krejt nejat edhe koncertet e rave si vjet du mi ba me Deep Space. Për ndryshe Deep Space është edhe një organizim tjetër që e bën kushtrimi. Diqysh tepër nice ka mu dok, edhe plus krejt VIP stage-at kom i hek veç për qef. Qa po thuti? Ku i hoqi? I hoqi? Unë ja ku shku, po, edhe më fund ja ku më bojë, qka po me dëni, djelza ka shku e para, si gjithmonë që është non-stop, s'po kuptoj. Fjolla gjithmonë në supërtuse e djelzës. Asë s'po kuptoj, ha, kush e ka thonë.
Vorata po thotë, këqyre Deep Space Nice, ama kapaciteti është shumë i vogël. Së më bën nej 2 qysh atë, do është me ose invite only, ose na i sen 40 veta mi vendosë me rana. Pra po shumë na herë, ha. Okej, bëne tash një selfie dhe dërgoja në grup, thuj, është prank i Xherit, sorry, nuk e kena pas seriozisht. Dhe kështu i morëm 3 përgjigje në SMS-in pazarar, mirë po në këto momente, derisa e dërgon kusha selfin ton, unë do të shkoja përsëri të një recet. Këtë radhë, te Mama Deus, e cila përgatit disa receta moderne të mira të leta, të cilat bëhen shumë shpejt. Të dashur miq, përshëndetje. Sot jemi bashkë me Junën për me bo një cheesecake për bebe. Kemi me bo një cheesecake, do me thonë për jo për të rritun, nuk ka sheqer, nuk ka përbërës artificial, nuk ka përbërës të dëmshëm potencialisht për shëndetin, por ka vetëm përbërës që mund të çdo fëmijë prej moshës 1 vjeçe me i konsumu, edhe mos me i bo dëm. Kjo është për ato nanat edhe për ata babalar të cilët dojnë me ju dhonë desert fëmijëve, po ju dhima nuk dojnë me ja dëmtu shëndetin. Kjo është pikërisht për këtë lloj të prindve. Atëherë, e kemi cheesecake-un ton me 1 banane, gjysmë gote, kos 1 vezë, pak mjaltë edhe fruta pylli. Po, me njëherë po fillojmë. Juna, ama hap këtë banane të lutem. Mundoho. Bravo, Luq. Super, perfekt. Pjesën që atë ka mbet, haje vetë. Bravo. Tash po e shtypim bananën edhe e përzim me vezë. Pjesa më e mirë e kësaj recete është se nuk ju duhet me përdor shumë enë, për shkak se në enën në cilën do ta piqni, këtu mund të përzihen krejt përbërësit. Tash, apo ja hedhim kosin. Bravo. Deri sa ta përzijon, a mundesh edhe mjaltën? Bravo, Luq. Çka përdyni kur jeni me fëmijë, i keni salvetat bura, tepër praktike. Unë e pa to nuk muj heq. Edhe sidomos, për shkak se i kam fëmijë tan kohë në kuzhinë, edhe shpesh edhe vetë bëj shumë shere në kuzhinë, i kam salvetat bura për çdo gjë. Po thu mirë është ta? Okej, o krytra. Super. Po thu taman është. Okej, qka po qesim tash prej... Cilat po ja qesim prej frutave të pyllit? Për qka jeti? Po ja qesim drejtzat? Që kështë të marë. Cilët? Ka beti? Ka beti? Qka në ato? Hajt? Si boronica do me qenë këtu. Tash është koha që ta pjekim në 200 gradë për 10 deri në 15 minuta, edhe mandej e shohim se çka na ka dalë. Atëherë dashur miq, siç ju tregova, kjo është cheesecake për fëmijë, një ëmbëlsirë shumë e lehtë, shumë e mirë, e shijshme. Unë po e provoj më një herë. E juve po ju rekomandoj që me përgatit edhe ju për fëmijët tuaj, pse jo mos ta provoni edhe ju për veti, për shkak se mbi të gjitha është një ëmbëlsirë e shëndetshme. Atëherë, me këtë recetë po ju dëshiroj një të dietë të këndshme, e ne shihemi të dielën tjetër. Kusho, tash e kena radhën të 5 pyetjet në kajmak, i thojmë adin 5 në kajmak. Sa në kajmak i hënë ti? 5, a? Po shumë. Po shpesh e ka pak. E shpesh e ka pak, edhe unë e ha shpesh e ka shumë. Kështu që, prandaj ti e ki vinë në rregull, se hanë shpesh e ka pak, që tu janë 25 pyetje. Prej se cilit kavanoze merr nga një, ma jep kavanozin, unë e
çaj atje, për shkak se prej secilit në çdo kavanoze është një temë tjetër. Edhe prandaj ti vetëm në 5 pyetje do të përgjigjesh, prej secilit e merr nga një. A me fillu? Me një herë. Ne jena energjik, bre, me adrenalin punojmë. Ashtu. Për ndryshe pyetjet i përgatit Ben Apolloni, regjisori jon, producenti jon artistik. Cila është një gjë që njerëzit bëjnë në evente që do i shokonte të tjerët nëse do filmohej? Në evente, do me thonë, jo në evente tua. Po, Në evente. Qka ka, diçka me thonë drejtën së është që po m'bjen men, ka naj sjellje e keqe mu me thonë drejtën, diçka nashte është diçka që i shokon njerëzit. Që i shokon njerëzit, s'mu mirë men. So, unë jam backstage ma shumë të punu. Nuk ishe. Unë e muj mi përmend, po m'bjen mare. Kjo pyetje është për djellëzën edhe për fjolla, që kam punë me audiencë. Po, ka, sjellje të këqija, ka dhe prej aty në sjellje të këqija, ka që menojnë që veçaja hapësie nuk bën me shty, nuk bën me aden, ata është e vendi, kështë bën pak ma shumë se që dohët, e bën ai sjellje që po prap ka dhe prej... Ka dhe gjëra të bukura që bëhen e që mund të shokohen njerëzit, por, se për shembull në disa festivale unë i kom pa, baballar ty marr fëmit 2 vjeç, 3 vjeç, se s'ka pas ku me lon, po e ka dash me pa artistin e vet. Po, ajo fun, ajo mirë, ajo o edhone... Sidomos kur është ditën. Po, ajo edhone kësha bu me thonë drejtë, ne ashtu që shidojnë. Po, i qetë po. Po, edhe dëgjuse që mos me pengu... Mos me i pengu zërimi, fëmis, po. Ajo fun, po diçka që mund mi shoku edhe njerëzit me thonë, hej, zbanë ose diçka, ka rastin, është që edhe s'nuk përmanë në televizion. Po, kjo është në backstage, kështu që... Po, unë e ma shumë të... Benuaja qesim djelëzës tjetër herë pyetje. Edhe me dalë për para nuk e shumë prej Bicikletit. Kështu që jam e me qajtë vazhdo se ka dhe raste tilla. Po në eventet tona, po du me potencu, nuk është diçka që i vinë njerëzit ose shokonë, se unë për shkak se janë tepër kujdesshëm, tepër mire dhe janë shumë në atë mënyrë të kujdesshëm deri në pikën e. Shkojmë te pyetja dytë. Cila është kërkesa më e guximshme që të ka bërë ndonjë klient? Më e guximshme, po përveç asaj që më marr pak më shumë, po mund me thonë te fëmijët, a merrem fëmijët me një event që po fillojnë prej orës 11 deri në ora 7, unë që ajo pak nuk e shoh një fëmijë 13 vjeç me orë të keq gjatë natës, që ajo pak mu pengon me thonë drejtën. Se nuk, nashta e don artistin shumë, po nuk e ka venin që ato. Absolutisht. Jënë trit, pinë, adhen tash edhe me pa një fëmijë, mi pa që ato, si janë ato skena, po një ripit ose nuk diçka. Është në rregull. Nuk është, unë e shoh që nuk është në rregull. Që kjo është pak më shumë që mu pak ku më bën nervoz. Nuk e ka venin që ato, nëse është day party ose day concert. Edhe fundit prindi as nuk duhet me ta thanë ty. Sakt. Duhet me i thonë fëmijës vet që s'bën. Saksisht që prindët e bojnë. Edhe është sen që s'ki qaj thu, nëse ti nuk di me të fëmija jo, mua dhe ma heq. Shumë e thjeshtë. Hajde, pyetja Ta shpetja tretë. po përgjigja mira, jo veç unë po folje pe janës. Po, jo, edhe unë e kisha thënë të njëjtën. Prindi është ai i pari, i cili duhet të kujdeset për mirëqenien e fëmijës së vet, e pastaj tutje. Cila është gjëja më e çmendur që ka ndodhur në një nga eventet e tua që mund ta thuash publikisht, të çmendur? Diçka që mu ka bërë shumë përshtypje, po du me cek të koncerti Armen Rezhebagiqe që kemi bo, edhe normal Armende na ka besu punën, edhe Armende u këthy pas 25 viteve në koncert, ku jemi mundu me bo matë mirën, ku hala e ceke, ku ka një intro e Armendit në koncert, ku përveç tjerash, generatat janë konë prej, mojë me thonë drejtën, pej 16 vjetë. Po. Dere të gjithë ndëgjojnë edhe dojnë. 75, që më ka bo tepër përshtypje dhe tepër mira, ku më thonë, që kjo është nashta ma e çmendura, që ka një artist, po rikthehet pas 25 viteve, po audiencën e ka të re. Kur kam fillu Armendi me kënu, ata as nuk jam ka në plan. Kështu që kjo është pak një diçka që më me thonë, është pak
ma tjetër nivel. Tash se di, a është përgjigje e saktë apo jo, po unë shoh që... Po, ti e sheh si të tillë edhe kjo ka vlerë, përse kërkoj mendimin tënd, Po. edhe përshtypjen tënde. Cili është truku yt sekret për të bërë njerëzit të humbin kontrollin, do të kënaqen deri në maksimum pak u kujdes se çka thonë njerëzit të nesër. Me të thonë drejtën, tash diellja është gjithmonë ajo që kujdesen më shumë për njerëz. Ju ofron pije, ju ofron tequila, ajo ka këtë pjesën. Diellja ka të përfshirë. Diellja si Luka Hore, që aty kur të vimi po këta. Diellja ka edhe në foto dikush prej shoqënisë tonë ja ka sjellë një tabak. Se gjithmonë në event të diellja është dikon të xhiru, të bëj diçka, të fotografu, të njerëz, por gjithmonë ka një zhishë dorë të ja uçit njerëz do tequila. Po të më përfshi edhe mu, edhe është prapë kjo është pyetje për diellën që diellja tequila i lodh njerëzit, që njerëzit në ditën e nesërme thonë diellja na ka mbyt krejt. Na ka bo në mënyrë beton. Diellja e ki lejen prej meje mëtëm, se kom problem. Që kjo është tamam tipik. Po, kur të bojmë qepin, pe bojmë maksimum. Që pyetje kam e rujtë dhe kam jashtu diellës. Çfarë është më stresuese në një event, VIP apo një ideur me shumë vetbesim? Me të thonë drejtën, që kjo pyetje kështu 200% për mu. Edhe pjesa VIP-s më mbjellë shumë. Se këtë njerëzit kanë qef në VIP, këtë edhe unë kom qef në VIP. Po, dikush puna juaj e meriton, i je për qatë ven, ka shumë... A i me pru ka rig? Mund është ta sjellum na heq mos ki nevojë me pru. Shumë mirë. Pa merak. Po, kur janë dhe njerëz pak që e shohin so stresi, edhe shohin so çfarë punë bëhet, edhe nuk është janë 10.000 persona, ato nuk është diçka që hajde tash të e kam biletën rregullar, hajde të shkoj në VIP ose qysh me hije, sy mi bën 100 manovrime për me arrit aty. Unë s'e shoh kur gjë pra pjesën e VIP-s me të drejtën. Me vetë mu kështu ma larg nuk e bëj hiç. VIP, nuk e bëj këtë numër 1. Po, e bëj në hapësirë pa VIP, apo do në më shku mu knaq, po, qaj është të dance floor. Qysh e kemi bërë të grupe e narave, VIP nuk ka pas heq, skena ka qenë për artista, dance floor për njerëz, kanë qenë kryetari komunës, ministri kulturës, kanë qenë fytyra tjera të njohura, pa fond, po një famnyre e ndjen dukon një, edhe qaj u konë, edhe që njerëzit halohet për menin, që bravo që s'keni bërë qatë pjesë të VIP. Kështu që kjo VIP mu mbjodh shumë. Ne ka ditë beni, apëshe? E thëmë publikisht, shumë punë e lëdhshme se ketë kanë qef që atje me hypë, nashta nuk e ka pamjen më të mirë, nuk e ka soundin më të mirë, po prapë që atje kanë qef pasi shqiptarë. Edhe unë e kom qef, jo për diçka, për shkak të tollovis. Po, e vërtet, po edhe ato tani po bëhet këgja tollovi, edhe tani pi hup lezeti, ketë edhe qasojnë, që kjo është ideja. Na mundu shumë me potencu me vendos një numër shumë të vogël të numrit të biletave në shitje VIP, për shkak të rasteve që kur të blejmë VIP, kemi një VIP. Po tani gjatë rrugës. Gjatë rrugës mazë e po shtohen biletat, se ka shumë kërkesa. Ka shumë VIP, unë s'po thëmë që jam VIP, unë jam celebrity. Se unë shumë urejmi thonë njerëzve VIP për mu. VIP është mjeku, ekonomisti. Do me thonë të gjithë njerëzit që janë kyç për mirëqenjen e shoqërisë. Por, unë jam celebrity. Unë i bëj njerëz mundi mirë të dielave, por qaq. Po, vërtet. Kështu që... Ne i bëjmë mundi mirë të premteve dhe të shtuneve. E saktë. Dilën të dhe E saktë. E tash. Tash i kemi 10 pyetjet e fundit për kushtrimin dhe keme e thonë vetëm një përgjigje, pa mendu shumë shpejt. Edhe unë do t'a lexoj, do të mundohem me lexu shpejt, nuk njifem që lexoj shpejt, për nejse. Cila është një këngë guilty pleasure që e kthen një event classy në një natë të egër? Këtë zonë kushtë. Tema motorhani ta thomën e. Get your beep and go.
Një ma pak, po që kem edhe unë me ty jem. Kjo është tamam se në qatë kong masonej hec nata. Okej, të me thonë ta animova. Tjerat nuk ta Se animova. asus jem pej që me nëjë shumë shpejt. Do me nuk ka gjatë për me thonë diçka. Okej, nëse eventet e tua do ishin person, Po. do ishin më shumë rrezik i ëmbël apo tundim i parezistueshëm? Në është të rëziki o mbëllë. Është shumë bukur. Cilët klient janë më kërkues në evente? Meshkujt apo femrat? Më me thonë drejtën që tash tema mu të femnat. Ta shtoj një pytje këtu. A mendon që ma shumë ka me pas femna? Tema mu të Po. femnat 100%. Femna 100%, okej. Ata moshkujt kanë me orë veç nështë që Veç vin shoqërus ose femnave. Po në nivelin përse. Ose vinë se ka femna të bukra, ka me pas Edhe femna. ajo më mendoj. Okej. Kush t'i shkatron nervat në evente? Thuaje pa filter. Njerëzit që më lypin bileta fri. Apo, Po. s'ka bileta fria. Edhe vjet edhe Dugi tha, s'ka bileta Po, fri. unë jam Sorry. 100% me dugen, kështu që jena që ato me një Qashtu. pikë, kështu që kjo është. E a bën mu një fri? Po ti bëm. Te meriton. Edhe Cilin... nuk është që e merë fri, ti na suporton gjatë gjithë kohës. Po du me potencu këtë pjesë. Se Okej. nëse ti nuk suporton, nëse nuk suporton, ose nuk ndihmon gjatë promovimit, ose çfarë do lloj mënyre, me jep paktën sa do pak për një event, për një koncept, pse unë ty me të jep. Absolutisht. Apo veç tregon Absolutisht. pse, a mi mu të 50 euro. Qa ashtu? Po, Nuk është, a po folë kështu drejt për po, drejt. po, është shumë normale. Cilin nga eventet e këtij viti do ta veçoje? Dy, janë dy. Për mu janë dy. Po. Marigona edhe Tash Mahmut Orhan. për mu janë krejtë se... Manu Chao, jo edhe Manu Chao. Jo, numër është tri. Marcel Detman e kemi besë më të maj, është elektronik që e bojmë që vetë. është tani Mahmut Orhan, Marigona, edhe tani vinë pjesa tjetër, Tani edhe vinë Prishtina Music Conference, na e kena gjysh ma pas si për qefi, është halo bebe vogël 50. Për mu janë tri. Për mu Do me janë thënë edhe krejt. për juve mundet me qenë vetëm Marigona, Po. mundet me qenë vetëm Mahmut Orhan ose vetëm Manu Chao, por e ndëgjut kushtrimin. Zati kushtrimin pe vesim. S'po ju vesim juve, s'pe vesim neve? Çka e karakterizon kushtrim dushin? Puna, ambicia, të hecurit përpara, lodhja kronike, dëshira për sukses, dashuria për Prishtinën, pamundësia me vend numru, lëvizja e pandalshme, pika. Çka të Të karakterizon? krejt muj me thonë që ato ka pak puna është për mbi gjitha edhe suksesi edhe me pas normale shëndet edhe këtë pjesën e ekipës mas të mirë me pas dyqysh me ecë kejt për para, jo veç një Shumë person bashkë. Shumë bukur. A të ndodh me pa vete ndonjëherë si ai që e dhez Prishtinën me evente me të pëlqy vetja? Po apo jo? Jo shumë, mu kam qef shumë me bo sanet qa unë e du që unë me në jo për tjerë, po qka kërkën, me audienca jo, në publika jo, dhe jo me më hinë qef, vetë janë qef, se kum pas korë. praktikisht- Për qatë arsye si jemi taku dhe Po, që se si jemi taku, si jemi njoft, unë e kom ditë për Rave Production, kom ditë për Rave Travel, po nuk e kom ditë cila është fytyra mbrapa. Do më thonë gjithmonë ka të qëndru në backstage, në prapa skenë. Po, edhe ideja është që gjithmonë unë kom luftu edhe kom punu për emrin, për Raven, jo për emrin tam personal. kështu Vetëm një që- përgjigje. Po. Kushtrim? Okej, s'kam shet që unë tani t'jep edhe në plus tjera, sorry. Një event muzikor është kimi e publikut me tekstin, muzikën, apo atë që performon? Më nashta me të dyja, me ju thonë. Ose me të trijat? Edhe me të trija. Edhe po. teksti, edhe Po, muzika, se edhe pak ato. ato po lidhen njëna me tjetën, dikush vjen për artistin, dikush vjen për tekstin, dikush vjen për një këngë të vetme. Që unë e vi për dy, për dy kohë, për Bajati Shiraz, edhe so get this e tjerë. Okej, eventet e Rave Production sjellin energji të lartë, njohje të reja, apo vibe shumë të lirë dhe pa filtra? Po, që kjo e fundit me me. Vibe shumë të lirë dhe pa filtra. Edhe, pyetja e fundit, nëse eventet e tua do kishin një paralajmërim, çfarë do shkruante? Na nuk bujmë paralajmërim heq, na veç e postojmë. Po, Na veç del, nuk ka ato, hey, it's coming, it's going, atje, ose kujdes kafshojmë. Po heq zero, na, se puna Mahmut Orhan nuk e ka ditë kërkoshe, që kena postu edhe u konë që ajo pak nuk bojmë paralajmërime, jena dhe, Shumë bukur. kështu të fasojmë në atë aspektin e mirë. Shumë bukur. Dhe të pyetje
u përgjegje, edhe tani miq të nderuar, ne kemi përfunduar intervistën me kushtrim dushin, mirë po edhe pyetja e fundit për kushtrimin është, a e dim pse të kemi në majë dëgjues? Nuk e din. Nuk e din. Nuk e din, nuk e din. A e din? Pse o këtu, pse o këtu, pse o këtu? Qa po shkruan këtu? Oh, nice. Kështu që kjo të takon. Ti e me mu? Sik. Të kemi në majë gjua se je shembull për të mirë. Edhe të faleminderit për të gjitha organizimet se rinia ka, aq sa ka nevojë për arsimim, për shëndetësi të mirë, për të gjitha ka nevojë edhe për një kënaqësi shpirtërore që ju i asillni. Jo vetëm qytetit të Prishtinës, po komplet botës shqiptare, se unë e di që të eventet e juja vinë shqiptar nga Shqipëria, nga Malizi, nga Maqedonia, Presheva. Do të thotë, full e keni me njerëz që vinë edhe jashtë Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit për dhuratën kam erujt. Edhe ve di se çka është. E di se kum po gjyshën tam në fakt me kasnak. Me kasnak se s'u bëgen me namre, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit për kohën që e ke nda për ne, ndërsa miq të nderuar, me ju thonë që keni mi pa kushtrimin prapë, s'keni mi pa, se në backstage ka me qenë ton kohën, ndërsa këtë ftyrën e Rumullakt, javën që vjen.